Është dorëzuar interpelancë për kryetarin e gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski nga Fronti Evropian. Kështu bëri të ditur sot deputeti Ilir Hasani. Megjithatë, ai tha se kjo iniciativë nuk është bërë për të ushtruar asnjë lloj presioni ndaj kryetarit të gjykatës e as ndaj gjykatës. Për kjo interpelancë, Hasani tha se ka për qëllim të ngritë debat për mënyrën e funksionimit të këtij institucioni. Deputeti tha se është shumë e rëndësishme Konstantinovski të tregojë se çfarë ka ai kundër gjuhës shqipe. Shumë është me rëndësi të na tregon se çfarë ka ai kundër gjuhës shqipe dhe pse ka tërat ngarkesë dhe tërat paragjykim ndaj gjuhës shqipe. Nëse filloj të numëroj shkaqet e interpelancës, do filloj me deklaratat publike të zotit Konstantinovski, i cili në gusht 2024 në intervistën që e ka dhënë për agjencionin e lajmeve Mia, ka deklaruar mes tjerash se, po e citoj, me atë ligj, politika krijoi një lloj kaosi ligjor, i cili rezulton në kaos politik, mosbesim dhe dilema. Fakt është se ligji po zbatohet dhe se po krijon probleme në zbatimin e tij. Kjo është deklarata e Konstantinovskit. Ndërkaq, Hasani tha se gjatë kohës së BDI-s, kur ka qenë në pushtet, janë bërë intencat maksimale që të përdoret gjuha shqipe në të gjitha institucionet, ashtu siç janë të parashikuara me ligj, duke shtuar se sa është e mundur është bërë. Ai tha se presin që të vazhdoj ky trend e jo të vazhdoj me paragjykime të gjuhës shqipe, mos respektim të kushtetutës dhe mos respektimin të ligjit për përdorimin e gjuhës, që siç tha, me vetëdije të plotë dhe në mënyrë flagrante të thyen ligjet.